Një sulm me dron ukrainas ka goditur një nga objektet historike më të njohura në Sevastopol, në Krimen e aneksuar nga Rusia. Sipas autoriteteve lokale të instaluara nga Moska, sulmi ka prekur muzeun që strehon panoramën e famshme Mbrojtja e Sevastopolit, një vepër monumentale kushtuar luftës së Krimes të viteve 1853 deri në 1856. Guvernatori i Sevastopolit, Mikhail Razvozhajev, deklaroi se një dron goditi çatinë e muzeut, duke shkaktuar një zjarr në mbretësitë të ndërtesës. Ekipet e emergjencës ndërhyn për të vënë situatën nën kontroll dhe për të vlerësuar dëmet. Muzeu ka një rëndësi të veçantë historike dhe kulturore. Ai ruan panoramën e njohur që përshkruan mbrojtjen heroike të Sevastopolit gjatë luftës së Krimes, një nga konfliktet më të rëndësishme të shekullit të 19. Vetë ndërtesa ka kaluar edhe më parë periudha të vështira. Gjatë bombardimeve të Gjermanisë naziste në vitin 1942, ajo u dëmtua rënd. Por pjesë të veprës artistike u shpëtuan duke u prerë në fragmente dhe duke u nxjerrë nga flakët. Më vonë, për 100 vjetorin e ngjarjeve të përjetësuara në pikturë, panorama u restaurua duke përdorur fragmentet origjinale të mbijetuara. Sulmi vjen në një kohë kur Ukraina ka shtuar përdorimin e dronëve për të goditur objektiva ushtarake dhe infrastrukturore në Krime, territor që Rusia e aneksoi në vitin 2014, por që Kievi dhe shumica e komunitetit ndërkombëtar e konsiderojnë ende pjesë të Ukrainës. Deri tani nuk ka raportime për viktima, ndërsa autoritetet po hetojnë shkallën e dëmeve të shkaktuara në këtë monument historik të rëndësishëm.